Nexhmia Pagarusha, mezzosoprano kosovare. Këngëtarja jonë Mallë Maria Kraja shprehej kështu për Nexhmia Pagarushën: shpirti i saj i madh bëri muzikë të madhe. Këngëtare e lindur me një intuit rrallë, këndoi me zë të impostuar në mënyrë natyrale dhe me punën e saj konkrete. Tregoi se me punë të lodhshme, të vullnetshme autodidakte, mund të arrihen edhe majat tekniko-vokale. Ajo ishte një mezzosoprano shkëlqyer që realizonte regjistra maramandës si lart dhe poshtë, prandaj edhe e quajtën Ima Sumrak shqiptare ose prima donna melosi shqiptar. Poezia e gjallë e kombit, zëri i arte, shumë epitete të tjera që ajo i meritonte plotësisht. Ky personalitet i madh i këngës së kulturës shqiptare lindi më 7 maj të vitit 1933 në Pagarush të Malishevës, një familje me tradite që dhe një ndihmës të madhe në kulturën e arsimit shqiptar. Jati Nexhmijes Vesel Pagarusha ishte një pishtar i arsimit dhe bashkohës i Azem Galicës dhe i Hasan Prishtinës. Nexhmia, një motor e vetme në mes të 7 vdesërve dhe më e madhe në mes tyre. Si procedia i Mërisa Arabesh do të përkthehesh yll dhe me të vërtetë ashtu u bë ajo. Ishte një ndërhyrje të artit shqiptar. Poeti e shkrimtari kosovar që shkroi monografin për Nexhmia Pagarushën shprehet se jo çdo popull e jo çdo ditë lindin talente nga më të rrallët, artistë nga më të mëdhej, emra që nderojnë dhe krenojnë kombin qytetrimin e tij. Jo çdo ditë lindin Nexhmia. Pasi mbaron studimet e para, doçi studimet në gjimnazin e Prishtinës. Si vajzë e re, ajo ishte e apasionuar pas këngës së artit të përgjithësi. Vëmendja e saj gjithnjë më tepër po drejtohej nga arti skenik të dramës dhe këngës në veçantë. Mësuesit e saj të parë ishin muzikantë e këngëtar popullor të viteve 50, të cilët ajo i ndiqte me vëmendje dhe interes pa rënë në sy, kur shkonte në ndërgëzimet familjare, në koncerte të ndryshme, nga emisionet radiofonike të Tiranës ku dëgjonte me dëshirë të madhe këngëtaret tona Maria Kraja te ftatashku me këngët popullore. Ajo kishte një adhurim të posaçëm për këto dy artiste të mëdha shqiptare. Prej atyre, ajo kopjoi dhe mësoi këngët e para të cilat më vonë do të bënin pjesë në programin e saj. Në një letër dërguar profesor Ferit Balës nga gruaja e këngëtarit popullor Bajram Spahia, nënvizonte faktin se edhe Nexhmia ka mësuar këngë nga repertori i Bajramit nëpërmes Radio Tiranës dhe se këtë thënie ja paska deklaruar vetë Nexhmia Bajramit kur erdhi në Tiranë në vitin 1971 për të dhënë koncert. Pikërisht, këto edhe ishin hapat e para që bënte Nexhmia në artin e bukur të këngës, e cila është shkëlqeu që në fillim si këngëtare që premtonte shumë për të ardhmen. Nexhmia me zërin e saj të mrekullueshëm, me interpretimet e gjetura vokale dhe aktoreske, dhe bukurinë e saj prezane bëri për vete të gjithë publikun shqiptar që e ndiqte me shumë interese e dashuri kudo ku shkonte. Por jo vetëm shqiptarët, por edhe të huaj që e dëgjonin, shpreheshin me nota më optimisti dhe vlerësonin lart atë. Juliette Greco, e famshmja këngëtare dhe aktore franceze, që e donte artin vokal, pasi dëgjoi Nexhmia në koncert të shpreh: Nexhmia nuk mund të krahasoj me asnjë këngëtar tjetër se kam frikë se do ta fyeja. Ku nuk këndoi Nexhmia Pagarusha, këndojnë Kosovë, Jugosllavi, Bullgari, Shqipëri, Austri, Gjermani, Zvicër, Francë, Belgjik, Amerikë, madje edhe në Izrael, ku këndoi vendasve mu në zemër të Tel Avivit, këngën më të popularizuar izraelite, Hava Negila në gjuhën e tyre. Do të mbesin si perle të muzikës son të 150 këngë të kënduara nga ajo si Baresha, Një lule, Qohu Regjo, Dashnor Tubana, Lulzoj Fusha, Unë më ty të kam dasht, Kur më shkon si zog në hava, Pranver, Blegron Deli e tjerë. Shefi i regjistrimeve audio në Radio Tirana, ndër ato vite Zyti Furtuzi, i tregonte profesor Ferit Balës për profesionalizmin e Nexhmijes në punën e sipër. Ai thoshte fjalët më të mira për saktësinë e për pikmërinë e punës në studiot e Radio Tiranës, gjatë regjistrimeve që bënte ndër ato vite Nexhmia. Ai shprehej se deri tani nuk kam parë artiste që të mos gaboj qoftë edhe një herë gjatë regjistrimeve në studio. Ajo jo vetëm që është shumë profesionale në punë, por edhe shumë e edukuar me të gjithë dhe kur gabonin të tjerët. Nexhmia këndoi shumë këngë të kompozuara nga i shoqi Regjo Mulliqi, i cili vdiq shumë i ri. Ëndra e saj që të këndonte në skenën shqiptare, pasi kishte korrur suksese të shumë skenave në përbot, u realizua më 20 prill të vitit 1971. Në koncert të paraqit në kostum kombëtar dhe këndoi me shumë emocion këngët Unë ty mojt kam dasht, ti moj bukuroshe, na ka dalë nusja e mirë, o zambaku i bardh, o kjo anë e lumit ka bilbila shumë, kënke nuri bukurisë e tjerë. Ajo në përfundim të koncertit qau nga malli dhe suksesi që korri. Më në fund,
u realizua ëndra që kishte ruajtur për aq shumë vite që të këndonte në skenën shqiptare. Ndër pasionet e saj ishin edhe artet e tjera, madje ajo ka marrë pjesë si aktore e teatrit dhe e filmit, edhe pse është mbretëresha e këngës popullore. Fillimet e saj e kanë teatër në film si aktore profesioniste e teatrit popullor krahinor të Prishtinës. Në filmin kosovar luajti që nga viti 1967, kështu po në drama televizive. Sot artistja e madhe nuk jeton më, por gëzon dashurinë dhe respektin e mira njerëzve. Ajo u kujdes me dashurinë e gjyshes, që këngën e bukur shqiptare tua përcjell e tua lëj trashëgim besave të saj. Nexhmia Pagarusha kishte një zë shumë të ëmbël, me një timbrik të ngrohtë të një mezzosopranoje, me regjistër të zhvilluar. Kishte një teknikë shumë të mirë vokale, krejtësisht origjinale dhe vetjake. Këngën popullore e këndonte me pasion e patos emocional të fuqishëm. Programi i saj përfshinte këngët e gjithë treve shqiptare. Ajo mbetet një shembull i papërsëritshëm i artistes shqiptare.